44 vajza të mitura kryen aborte në Ferizaj. Për më pak se 5 vjet, 44 vajza të moshave 15 deri në 19 vjeç abortuan në spitalin e përgjithshëm të Ferizajit, duke e bërë këtë rajon me numrin më të madh të vajzave të mitura që kanë kryer abort në institucionet shëndetësore publike, pa përfshirë rastet në privat dhe ato jashtë ligjit. Disa nuk kanë qenë të gatshme të bëhen nëna e disa humbën foshnjën spontanesht. Më së shumti raste pati në vitin 2021, atë vit abortuan 14 të mitura, ndërsa më së paku pati si vjet vetëm 2. Nga viti 2020 deri në shtator 2025 janë regjistruar gjithsej 1093 aborte mjekësore dhe spontane në spitalin e Ferizajit. Numri ishte më i lartë në vitet 2020 dhe 2021, por më pas ra. Sipas grup moshave, gratë 25 deri në 34 vjeç janë më të prekurat, ndërsa në Prizren ndryshon situata. Sipas të dhënave të spitalit rajonal atje, nga viti 2020 deri në shtator të vitit 2025 janë kryer 365 aborte artificiale. Numri ndryshon çdo vit, por me rritje të lehtë në 2 vitet e fundit. Në 2024 u regjistruan 69 raste, ndërsa deri në shtator 2025 vetëm 67. 2 paciente ishin nën moshën 18 vjeç, të dyja nga Prizreni. Të dhënat zyrtare thonë se shumica e pacientëve vinë nga Prizreni, Dragashi, Suhareka, Rahoveci dhe Malisheva. Në Kosovë ende mungojnë të dhëna për aborte jashtë spitaleve publike. Nuk ka statistika për ndërprerjet e shtatzanive në spitalet private, as për ato të kryera në mënyrë ilegale. Ekspertët thonë se numri real i aborteve artificiale mund të jetë shumë i lartë.